El-Hafidhu Ebu Naim el-Isfahani ka transmetuar në librin e tij Ma nuzila fi Kur'ani bi sha'ni Ali nga Ebi Sa'd el-Khuderi, një sahabi i njohur, se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i ka dhënë Aliut ditën e Ghadir Humit postin e prijesit. Në të vërtetë, në këtë ditë njerëzit nuk u larguan derisa zbriti ajeti: Sot ju apërsosa fen tuaj. Në atë moment, profeti Muhammed tha: Allahu është më i madhi, që e përsosi fen e plotsoi dhuntin e tij, që është i kënaqur me mesazhin tim dhe me vilajetin udhëheqësinë e Aliut prijes pas meje. Më pas profeti tha: Për çdo që kam qenë udhëheqës i tij, Aliu është udhëheqësi i tij. O Allah, duaja atë që e don atë, dhe luftoja atë që e lufton Aliun. Ndihmoja atë që e ndihmon atë, dhe poshtëroja atë që e poshtëron Aliun.